Ka një arsye pse të gjithë mezi kemi pritur të mbaroj vera. Nuk kalonin më shumë se 2 ditë pa një lajm tragjik aksidentesh. Fëmijë, gra, tej shqiptar, por dhe tuaj humnin jetën, humnin gjymtyr dhe lëndorëshin në incidente rrugore, pothuajse në gjithë territorin e vendit. Nëse numri i aksidenteve brenda qyteteve është ulur, ai është shtuar jashtë në rrugët tona kombëtare. Me pak humor të zi, nëse në këtë verë në aksin Lezhë-Shkodër për shembull nuk ishte aksident për më shumë se 2 ditë, pyesja gazetarin lokal se mos ndoshta ai kishte shkuar në plazh. Kaq shpesh në ekranin tonë dhe në ekranet tona jemi detyruar të pasqyrojmë këtë realitet të errët të këtyre aksidenteve të zhurmshme që shkaktojnë këto vrasje të heshtura. Sigurisht ka një shpjegim thjesht. Nëse në qytet tashmë jemi mësuar me rregullat, me semaforët, me shpejtësinë reduktuar, tani akset nacionale të rifreskuara nuk ofrojnë vetëm komoditet për qarkullim normal me mjete, por dhe jo rrallë pista të improvizuar shpejtësie për shoferë dhe shofere të reja, apo dhe njerëz frustruar që shfryjnë mbi këmbëzën e gazit, shpesh pa e kuptuar se kthejnë makinën në një armë që vret ata dhe njerëz të tjerë. Por shifrat ama japin një realitet të përthyer. Si numër, aksidentet janë ulur, por si shifër, viktimash ato janë shtuar. Po përse? Jo rrallë jemi kthyer kësaj teme sepse rrugët e mira janë shtuar, sinjalistika është përmirësuar, semaforët i shëthuajse kudo nëpër qytetet tona, pashtu dhe vjet e bardha edhe praninë e policisë rrugore. Patëherë përse bilanci i aksidenteve mbetet sërish shqetësues? Si ka mundësi që pas 35 vjetësh makinash private në rrugët tona nuk mbaron akoma ky tranzicion i gjatë i mungesës së kulturës së qarkullimit rrugor dhe i mungesës së respektit për jetën tënde dhe të tjerëve? Çfarë na ndodh kur mësues, gazetar, politikan, biznesmen e punëtor kur hipim në atë karrigen e parë dhe vëmë duar në timon, shndërrohemi pa dallim të gjithë në kamikaz të rrugës dhe turbohemi mbi 4 rrota. Për këtë do të flasim sonte. Sigla. Nga janari deri në gusht të vitit 2025 në vendin tonë janë regjistruar 961 aksidente, duke lënë pas kështu 138 persona të cilët kanë humbur jetën. Nga ana tjetër kemi 149 qytetarë të cilët kanë mbetur të plagosur rënd si pasojë këtyre aksidenteve dhe 1054 të tjerë kanë marrë dëmtime të lehta. Për ABC News, analisti Eduard Zaloshnia rendit disa nga shkaqet kryesore, duke vënë theksin dhe tek rrënjët e problemit. Problemi kryesor janë këmbësorët, biciklistët, motociklistët. Dhe ky nuk është problemi i këtij viti, por ky është një problem i vazhdueshëm. Rreth gjysma e viktimave rrugore janë këmbësorë, kryesisht biciklistë, motociklistë. Analisti Zaloshnia analizon shifrat e numrit të aksidenteve dhe pasojave, ato me jetë njerëzish që janë më të rëndit, deri tek ato me plagë më të lehta. Kultura rrugore është pikëkyçe, thot ai. Bashkimin Evropian, kjo shifër është tek 20%. Pra këtu kemi 50%, atje kemi 20%. Në qoftë se do paksoheshin vdekjet e motociklistëve, këmbësorëve, biciklistëve, ne do ishim poshtë nivelit evropian. Për shembull, vjet në Bashkimin Evropian kishim 66 automobilistë, pra drejtues mjeti pasagjer në automjete, për 1 milion automjete. Në Shqipëri, kjo shifër ishte 56, pra më poshtë se Bashkimi Evropian, për sa i përket atyre njerëzve që janë brenda në automjet. Ky është për mendimin tim një problem i dyanshëm. Është mungesa e kulturës rrugore të popullsisë shqiptare, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër është papërgjegjshmëria e drejtimit të automjeteve nga shumë njerëz të cilët te kalojnë shpejtësinë. Referuar statistikave që ABC News ka siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, krahasimi mes vitit 2024 dhe vitit 2025 tregon qartë se numri i aksidenteve është ulur me të paktën 100 raste, por bilanci i viktimave dhe personave që kanë mbetur me pasoja fizike është rritur. Në të njëjtën periudhë të vitit 2024 janë regjistruar 1086 aksidente me 100 viktima, 131 të plagosur rënd dhe 1236 persona të plagosur lehtë. Por çfarë thot analisti Zaloshnia për këtë? Policia rrugore, por edhe drejtoria e rrugëve duhet punojnë, kalimtarët mos futen në rrugë ku s'duhet të kalojnë, po dhe policia rrugore duhet të jetë shumë e rrept me njerëz të cilët
tejkalojnë shpejtësinë në mënyrë maksimale, konsumojnë alkool, duhen masa shumë të rrepta ndaj drejtuesve të mjeteve. Se në fundit drejtuesit e mjeteve janë ata që shkaktojnë aksidentin. Krahasimi mes vitit 2024 dhe 2025 tregon se numri i aksidenteve është ulur me të paktën 100 raste, por bilanci viktimave është rritur ndjeshëm. Shifrat dëshmojnë për humbje jete dhe pasoja fizike të rënda, të cilat vijojnë të tregojnë se aksidentet rrugore janë një plagë e vazhdueshme për shoqërinë tonë. Masat ndëshkuese si gjobat janë të rëndësishme, ndonse vitet e fundit janë ashpërsuar, ende nuk ka një rezultat të mirëfillt reflektuar në shifra apo regjistrimet e aksidenteve. Kjo ishte kronika e përgatitur nga gazetare Vlona Sari, cilën e kam sot në studio. Me mbroma Vlona, faleminderit që sonte në Real Story, së bashku me kolegun tim Eduard Zaloshnja, i cili ka në profesionet e tij të vjetër dhe atë të analizës specialistët të aksidenteve, përfshirë dhe ato rrugore. Me mbroma Zaloshnja dhe welcome home. Mirë se u gjeni në shtëpinë tonë. Mirë se gjeni në shtëpinë tonë. Islam Gjipini, specialist i sigurisë rrugore, është me në studio. Mbroma, Islam, faleminderit kënaqësi dhe gjithashtu kam kënaqësi të kem në program Ledion Kërkën, shef i sigurisë rrugore në Policinë e Shtetit. Mbroma Ledion, është shumë kënaqësi të kem në program. Sigurisht to janë shifrat ne kemi Vlona, pra i ka marrë nga drejtoria juaj dhe është shumë interesante për tyrja. Pra, ka më pak aksidente, po ka më shumë viktima. Ta nisim nga kjo. Si e shpjegoni ju këtë vetë, me që jeni temi përgjegjësi kryesor për sa i përket sigurisë rrugore në Policinë e Shtetit? Duke qenë këto kushte, ne si drejtori i Policisë Rrugore bëjmë analiza për çdo ngjarje me fatalitet dhe marrim pjesë dhe vetë në lidhje me veprimet procedurale. Nisur nga kjo, ne kemi bërë një statistikë 8 mujore, të cilën paraprakisht po e nisim, që për vitin 2025 kanë qenë 926 aksidente dhe për 2024 1086. Pra 160 aksidente më pak. Më pak. Aksidente me pasojë në 2025 kanë qenë 122, në 2024 82. Do thot kemi 40 aksidente më shumë. Më pak. Kurse 40 aksidente më tepër. Pra 40 aksidente me pasoja. Në lidhje me fatalitetin ose të vrarve, në 2025 kemi pasur 138 aksidente me fatalitet dhe në 2024 kemi pasur 100 aksidente me fatalitet. Pra 38 persona që kanë ndruar jetë më tepër në lidhje me ngjarjet rrugore. Kjo është komplekse, ndodh për shembull, këtu le të themi ndonjëherë mund ndodhet edhe për shkak të vështirësisë të ardhes së shërbimit të emergjencës. Kemi nxjerrur edhe ju keni nxjerrë një konkluzion pse? Sepse normalisht nga pikpamja e sigurisë rrugore, kur duke pas më pak aksidente, është lajm i mirë. Por ama kur numëron numrin e viktimave Islam, duke pardon numrin e rasteve të aksidentet janë më pak se sa 2024, kurse duke parë numrin e viktimave është numër pak më i madh se sa viti 2024. Por duhet të patë parasysh ajo që rrit shkallën e madhësisë së dëmit, ajo që rrit pasojat në një aksident automobilistik është kryesisht shpejtësia. Pikërisht shpejtësia mbi normat e lejuara, mbi kufijtë e lejuar, për një kategori të caktuar drejtues mjetësh, sjell pasoja të rënda për jetën e shëndetit, jo vetëm për qytetarë, por edhe për vetë drejtuesë mjetit dhe aty. Pra thoni shpejtësia është faktori kryesor pse ka më shumë viktima, megjithëse ka më pak aksidente.